Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin edhe për shenjën tuaj për muajin prill. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim energjinë që do na vi për shenjën tuaj. Këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të shtukullës, kemi të bëjmë me kartën e drejtësisë dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit përsëri. Atëherë unë shoh që këtu diçka rrëzohet, sepse jemi te kulla, diçka prishet për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Në qoftë se ju jeni në njohje, lidhje ose marrëdhënie, nuk e di, mund të prishet diçka këtu, por gjithmonë për të sjell gjëra, për të ndërtuar gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Për një pjesë tjetër, nuk do të thotë që të prishni marrëdhëniet tuaja, mund të jetë një ndryshim që ndodh në jetën tuaj, por ndodh për mirë, për të ndërtuar dhe për të pasur gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Ju mund të merrni situatat ashtu si i keni. Për pjesën tjetër, shoh ndryshime të mëdha te vendi punës. Ndoshta jeni në një vend pune që nuk ju plotëson, nuk ju sjell të ardhurat e duhura, mund të jetë një punë e lodhshme dhe unë shoh që ju do të dëshironi që ta ndryshoni këtë vend pune dhe do ta bëni gjatë fillimit të javës. Ndoshta për të bërë diçka më të mirë, por për të pasur dhe diçka më të sigurt në jetën tuaj. Mund të jetë ndryshim luku, mund të jetë ndryshim shteti, ndryshim qyteti, nga një qytet në qytetin tjetër. Por kjo kulla sjell gjithmonë ndryshime dhe nëse diçka prishet, bëhet për të ndërtuar gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Dhe në mesin e javës shoh që ju do të jepni zgjidhje situatave, por shoh edhe një të vërtetë që del këtu. Diçka e vërtetë ose ju do t'i shikoni të vërtetat ashtu siç janë. Dhe në fund të javës ju shoh që ndjeni konfuz, si në lidhje me dashurinë, doni të mbroni veten tuaj, edhe pse shoh që në mes javës ju do të jepni zgjidhje situatave. Mund të jetë një situatë në lidhje me dashurinë që ju i jepni zgjidhje, i shikoni gjërat më realisht ashtu siç janë. Për pjesën tjetër, në lidhje me punën tuaj, me karrierën, me anën ekonomike, por dhe me çështje situata të ndryshme që kanë lidhje me shtetin dhe me ligjin, për një pjesë tjetër, me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni, mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta pune, në kontrata të ndryshme që bëhen dokumenta, mund të jenë dokumenta për patent, leje qëndrimi, leje pune, mund t'i merrni nga më të ndryshmet, për studime të ndryshme, dhe në fund të javës ju shoh shumë konfuz. Ju sikur keni mbyllur syt para gjërave dhe nuk dëshironi të jepni zgjidhje situatave. Edhe pse në mes të javës jeni në një tjetër energji, në fund të javës mbylleni brenda vetes, shoh që dëshironi të mbroni veten tuaj në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin. Një pjesë prej jush duhet keni kujdes gjatë fundit të javës. Gjithsesi, shohim javën e dytë, si do jetë java e dytë në lidhje me ju. Se mund të ketë persona që kanë lidhje me ligjin këtu, shoh shumë fort. Duhet keni kujdes në fund të javës, ata që kanë probleme me ligjin. Nuk dua të them më shumë se kaq. Atëherë, shohim javën e dytë. Në javën e dytë shoh ndoshta diçka ju ka lodhur, që ka vazhduar për një kohë të gjatë. Kjo lodhje mund të ketë lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë një lodhje te vendi punës, që ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe ju dëshironi të jepni fund kësaj situate. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me kontratat, mund të ketë lidhje me projekte që ju keni, dhe janë drejt fundit, po i mbyllni këto projekte, bashkëpunime që mund të keni për të bërë fillimin e një projekti të ri. Dhe nuk tham këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe energjinë e karrocës, që është shenja e gafores.
Gjithsesi, mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të lidhje dhe me këto shenja. Mund të keni të vendi punës, në lidhje me dashurinë, varet nga situatat që keni. Gjithsesi, u shoh që jepni fund diçkaje, çliroheni nga një lodhje që ka vazhduar për një kohë të gjatë, për të bërë gjithmonë një fillim të ri. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave që keni. Mund të jenë situata që kanë lidhje me dashurinë, mund të jenë situata që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me çështje gjyqësore, që mund të ketë një pjesë prej jush, ose me pjesën e dokumentave, dhe në mesin e javës shoh një fillim të ri shumë të bukur. Ju, për një pjesë prej jush mund të jetë fillimi një shtatzanie, fillimi një njohje të re. Për pjesën e beqarve, për pjesën tjetër ndoshta ju jeni lodhur duke qenë single dhe mendoni që dëshironi të bëni një fillim të ri. Për pjesën tjetër mund të jetë një ofertë e re në lidhje me punën nga ana ekonomike, por kjo tregon fillime të reja. Do jeni shumë emocional, do keni lajme të mira gjatë mesit të javës dhe në fund të javës ju shoh që ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja për gjithë ata që do futen në një njohje. Për pjesën tjetër do të jepni drejtim familjes tuaj, marrëdhënieve tuaja. Shoh që disa prej jush mund të jenë në udhtime, do të jepni drejtim punës tuaj, por edhe anës tuaj ekonomike, në lidhje me paran, me pronat, me çfarë do lloj situate që të keni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë përsëri me energjitë shenjave të ujit, me energjitë shenjave të zjarit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Atëherë ju shoh në fillim të javës, shoh që ju do ndjeni që do jeni më tepër te energjia ku fokusoheni te humbjet e së kaluarës tuaj, te dështimet që ju keni pas në jetën tuaj. Mund të jetë humbja e një dashurie, humbja e një personi, mund të jetë një humbje ekonomike që ju mund të keni pasur në të kaluar, humbja e një pune që keni pasur, dhe ju do jeni të fokusuar te kjo situatë dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që keni përpara, sepse kartat kanë dhe këshillime, ju thonë mos e mbani kokën mbrapa te gjërat që keni humbur, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë në jetën tuaj dhe lërini gjërat të rjedhin. Dhe kjo ka vlerë në lidhje me çfarë do lloj situate që po ju mban mbrapa. Dhe në mesin e javës shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes për të bërë fillime të reja. Një fillim të ri në dashuri, për një pjesë tjetër do keni shumë pasion, një pjesë tjetër mund të filloni një punë zanati, sepse shoh që ka lidhje edhe me këtë gjë. Për disa të tjerë mund të lidhni kontrata të rëndësishme në lidhje me punën nga ana ekonomike, por ju shoh me qëllime në veten tuaj. Dhe në fund të javës jeni përsëri duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këto fillime të reja. Por unë shoh që jeni të bekuar nga energji më të larta me fillimin e një negociatave, sepse kjo përfaqëson negociatat më shumë, ose diskutime të ndryshme që ju mund të keni në njohjet që keni, në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja, te vendi punës, por dhe negociata ekonomike. Një pjesë prej jush ju shoh që është diçka që është e menduar mirë. Dhe shoh që jeni me qëllime në lidhje me këto fillime që ju dëshironi të bëni. Një pjesë tjetër ka lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet, një fillim studimesh, një fillim i disa dokumentave. Dhe shoh që këto fillime do bëhen deri në fund të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjës së demit këtu. Gjithsesi, ju shoh që jeni në një situatë ku nuk e di, diçka prishet, diçka do mbyllni diçka për të filluar diçka të re. Për një pjesë prej jush, ju shoh që do jeni në lidhje, jeni duke menduar në lidhje me blerjen e një shtëpie. Mund të jetë një blerja e një shtëpie, mund të jetë blerja e një makine, blerje online. Një pjesë tjetër mund të merrni një shumë të konsiderueshme parash,
por edhe do prishni para aty, por gjithmonë kjo ndodh domethënë për të bërë një fillim të ri. Ndoshta me këto para dëshironi të bëni një fillim të ri. Dhe ju shoh që do ndjeni shumë emocional, do keni lajme të mira në mes të muajit. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do bashkëpunoni në lidhje me njofjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që do ndjeni shumë të gëzuar dhe shumë mirë nga ana ekonomike në familjen tuaj dhe në mes në javës ju shoh shumë entuziast, shumë të gëzuar, me lajme të mira, do keni shumë emocione dhe në fund të javës ju shoh që keni nevojë për një qetësi, për një pushim, ndoshta të meditoni, të shkoni diku në një vend që ju mund të meditoni, meditim quhet që vetëm mund të qëndroni me veten tuaj në relaks, në qetësi, duke dëgjuar muzikë, në rastin tjetër duke shkuar në një vend me ujë, duke shkuar në një park, po duke qëndruar gjithmonë në atë qetësinë tuaj, atëherë shoh që keni nevojë për një pushim, për një meditim në fund të javës së 4. Gjithsesi, është një muaj fantastik, pavarësisht disa situatave, të gjitha shenjat gjatë këtij muaji do kenë ato vështirësitë e veta, por do kenë dhe gjërat e tjera që do ecin mirë në lidhje me ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Për muajin prill. Atëhere, diçka thot e rëndësishme do ndodhi me jetën tuaj. Ju do bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Ka ardhur koha të hapni krahat dhe ecni përpara, thot. Dhe kjo thot që është një moment i rëndësishëm ose simpatik në jetën tuaj. Duhet të ndiqni ato gjërat tuaja dhe të bëni ato ndryshimet që ju i ndjeni të nevojshme gjatë këtij muaji, sepse ka ardhur koha që të ecni përpara. Dhe kjo ka vlerë, si në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, me familjen tuaj, në lidhje me blerje të ndryshme që doni të bëni, sepse keni mundësi në javën e 4, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me studimet, kanë lidhje me shëndetin, por dhe me çështje të ndryshme ligjore, me dokumenta të ndryshme. Ka ardhur koha që ju të ecni përpara në lidhje me çfarë do lloj situate tjetër që ju mund të keni. Gjithsesi, jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës në lidhje me këto ndryshime që do bëni. Mos harroni, shtypni butonin like, doni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të gjithëve të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Mund të ndiqni shenjën tuaj ascendente, por ndërkohë gjithë ata që ndjekin këtë kanal dhe ende nuk e kanë bërë abonimin tek ky kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një fundjavë të këndshme, një mbasditë sa më të këndshme, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.